Parezat e Lezhës bëhen me pagesja sa do të kushtoj një vend varim. Një vend varim në Lezhë do të kushtoj 25.000 lekë të reja. Vendimi është miratuar nga Këshilli Bashkiak dhe pritet hyjë në fuqi pasi të marrë miratimin e prefektit. Me këtë vendim në varrezat publike nuk do të ketë më varime pa lejen e bashkisë. Familjar do duhet të paraqiten pranë njësive administrative me certifikatën e vdekjes për të marrë autorizimin dhe për të kryer pagesën përkatëse. Nga tarifa do të përjashtohen familjet në nevojë. Vendi i varrimit nuk do të zgjidhet më sipas preferencave, por do të caktohet nga bashkia sipas planit për hapësirat e lira. Çdo varim do të regjistrohet në regjistrin elektronik, ndërsa zhvarimet do të lejohen vetëm në rastet e parashikuara nga ligji. Po ashtu, ndërtimi i varreve familjare, vendosja e monumenteve apo çdo ndërhyrje tjetër në varreza do të bëhet me leje të posaçme. Sipas kryebashkiakut Pierin Dreu, rregulloria synon të jap fund abuzimeve të konstatuara ndër vite me ndarjen dhe shitjen e hapësirave për varre. Do të bëjmë identifikimin e plot. Nëse janë bërë varre familjare para këtij projekt vendimi, ata persona duhet të vërtetojnë se duhet për nevojat familjare, por nëse ai vend varim shitet me 4.000 euro në tregtëzi, kjo nuk do të tolerohet më nga bashkia, tha Dreu.